ti ushqesh të tjerët, të mendosh edhe për tjetrin, jo vetëm për veten, ti je selfish, ti je egoist. Egoizmi nuk lejohet në Islam. Egoja. Allahu na ruajt nga egoizmi. Kjo veti shumë e dobët e njeriut. Dobësi që duhet eliminohet. Filozofia e agjerimit është të shohim njerëz duke u gëzuar, kur shtrohen sofrat me iftar, sepse pejgamberi Muhammed a.s. tha, agjeruesi ka dy gëzime. Një gëzim kur takoj Allahun te bareke ve taala, Allahumma ente selam wa minke selam, te barekte ja dhe xhelalu wal ikram, dhe gëzimi tjetër është kur të bëj iftar, la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Pejgamberi a.s. tha hani edhe syfyrin sepse prej tij ka bereqet madh. Po ashtu tha shpejtoni iftarin. Kur thot shpejtoni iftarin nuk do me thonë me hongër para kohë. Po shpejtimi i iftarit është sot ti rezoni mos me lan ti gati iftarin me shku, po me herë me çel iftarin. E jo me hongër para kohë iftar. Prandaj filozofia e agjerimit është respekti ndaj tjetrit. Po mbi të gjitha edhe respekti ndaj vetvetes. Qysh është respekti ndaj vetvetes? Si është respekti ndaj vetvetes? Është që të hash syfyrin, mos të agjerosh pa ngrënë syfyr, pra sepse ka bereqet. Po ashtu dhe iftar, po ashtu agjerimi na urtëson. Agjeroj dhe u urtësua. Është kjo thënie e njohur në Israeliate dhe në tregimet e pejgamberëve edhe të mëhershëm. Agjeroj Musa a.s. dhe urtësua. Agjerun pasues të Musës dhe urtësuan. Kështu që ne agjerojmë